Në shtator të vitit 2015, Ministria e Transportit do të shpallte fitues për koncesionin e Ekurudhës Fier Vlorë, bashkimin e kompanive Alpstar dhe Matrix Construction. Biznesmenët pas këtyre kompanive ishin Sadik Ismailaj dhe Arjan Leskaj. Ky fundi do të ishte në qendër të sulmeve nga Partia Demokratike, e cila si opozit kërkoi që të hiqej mandati deputetes së Partisë Socialiste dhe njëkohësisht zëvendës kryetare së Parlamentit asokohë Valentina Leskaj. Kjo pasi biznesmeni ishte biri dhe ligji për konfliktin e parandalimin e konfliktit të interesave të zyrtarëve publik është i qartë në këtë pikë. Në mënyrë indirekte, Leskaj rezulton përfituese dhe vetë gara për koncesionin tregon se kemi indicje të forta për paracaktim fituesi, ku shteti është kthyer në një zyrë familjare. Edhe pas akuzave nga Partia Demokratike, prokuroria nuk hapi asnjë hetim dhe në shkurt të vitit 2016, ministri dhe deputeti i partisë Ish Lëvizja Socialiste për Integrim, sot Partia e Lirisë Edmond Haxhinasto do të firmoste kontratën me kompaninë koncesionare Albael e krijuar nga bashkimi Alpstar dhe Matrix Construction. Disa muaj më vonë, ortak do të bëjë dhe vëllai i Arjanit, Besnik Leskaj, nëpërmjet kompanisë ARC SHPK, pasi Alpstar do të shiste një pjesë të mirë të aksioneve. Të dhënat e siguruara nga Media 60 zbulojnë se klani Leskaj ka shtrirë interesat kudo me ardhjen e Partisë Socialiste dhe për të siguruar kontrata publike dhe koncesione të favorshme ka patur familjar të drejtorëve të saj lidhur me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, si edhe Agjencia e Zhvillimit të Territorit. Në qendër të kësaj historie është rrjeti i biznesit të vëllezërve Leskaj, të cilët kanë interesa në projekte infrastrukturore dhe energjetike. Deri më sot, ata nuk rezultojnë publikisht në nënhetim nga SPAK, pavarësisht dokumentave që tregojnë lidhje me zyrtar të lartë, kontrata publike dhe kompani jashtë zhvendit që nuk rezultojnë të deklaruara sipas detyrimeve të kontrollit të pasurisë. Sipas ligjit, por sipas kushtetutës, deputetët apo familjarët e tyre nuk mund të përfitojnë koncesione apo tendera në mënyrë kategorike. Ngelet të mister se si Leskaj ka ngelur jashtë radarit të prokurorisë së posaçme, ndërkohë që emri i tyre del në projekte të kontekstuara dhe nën hetim. Ajo që e bën më të rëndë rastin është fakti se jo vetëm që kanë marrë koncesionin në konflikt të mundshëm interesi, por nuk kanë zbatuar kontratën e rrugës dhe është devijuar edhe qëllimi. Koncesioni e Ekurudhës Fier Ballsh dhe Fier Vlorë u shit publikisht si një projekt i madh për ringjalljen e transportit hekurudhor, por do të rehabilitonte dy linja, do të zgjaste 25 vjet, do të sillte mbi 2.4 miliard lek investime. Do të transportonte mesatarisht mbi 2.5 milion ton mallra në vit, por edhe 307.5 mijë pasagjerë në vit, ndërsa vetëm për makineri e pajisje parashikoheshin 742 milion lek ose 7.4 milion euro. Por kur hapën dosjen, panorama del krejt tjetër. Projekti rezulton një koncesion që zvarritet, nuk monitorohet si duhet, nuk përmbush treguesit dhe devijon nga premtimi fillestar. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ngriti një njësi zbatimi për të ndjekur kontratën, por auditi i gjen se kjo njësi u ndryshua shpesh. Nuk përgatiti rregullisht raporte tremujore për ministrin dhe nuk dokumentoi mbikëqyrjen e projektit. Pra, mekanizmi që duhej të kontrollonte koncesionarin në praktik nuk la gjurmë të plot kontrolli. Edhe vetë koncesionari nuk raportoi siç duhej, edhe raportimet kanë ardhur me vonesa dhe nuk mjaftonin për të kapur realisht ecurinë e projektit. Shkelja më e dukshme është afati. Oferta fliste për 46 muaj punime, por kontrolli i lartë i shtetit konstaton se punimet nuk u mbyllën në kohë dhe kontrata vazhdoi të rrinte në fazë rehabilitimi pa kaluar në operim të plot. Shkelja tjetër është investimi. Në vend që të realizohej paketa e premtuar, KLSH gjen se investimet në mjetet hekurudhore ishin vetëm 245.7 milion lek. Pra vetëm 33% më e forta është çfarë është bler dhe çfarë nuk është bler. Janë shtuar 9 vagon cistern, më shumë se studimi i fizibilitetit nga 24 në 33,
por nuk realizuan 6 vagon mallrash të hapur dhe nuk u siguruan 4 vagonët e udhëtarëve nga 2 lokomotivat. Me fjalë të thjeshta, projekti premtoi edhe tren për njerëzit, por bleu më shumë cisterna, premtoi pasagjer, por nuk solli vagonët e pasagjerëve, treguesi i pasagjerëve mbeti në letër, sepse nuk u krijua as baza minimale me vagon udhëtarësh dhe lokomotiva për atë shërbim. Kjo e bën devijimin edhe më të rëndë, sepse nuk kemi vetëm vonesë, por ndryshim të natyrës së kontratës nga një koncesion që duhej të rikthente hekurudhën për mallra dhe qytetar, ai duket se u orientua drejt transportit të mallrave specifike, sidomos naftës. Këtë e përforcon edhe ekstrahti Albrail kundër vendet e aktivitetit del stacioni i ngarkimit të naftës bruto në Driz, bashkë me lokomotiva dhe asete hekurudhore. Në dosje mungon projekti i detajuar teknik, ndërsa pa projekt nuk kontrollon dot seriozisht çfarë është ndërtuar, çfarë është ndryshuar dhe çfarë është paguar. Pastaj vjen problemi i aseteve publike si hekurudha, stacionet, trualli, pajisjet dhe inventari duhet të dorëzoheshin e merreshin në administrim sipas kontratës. Por auditit konstaton se inventari nuk u mbyll brenda fatit dhe vazhdonte problematik, edhe pas më shumë se 60 muajsh. Por nëse Leskajt përfituan kontratën, dyshohet se ata janë favorizuar nga personat e lidhur me kompanitë e tyre, ku familjarët rezultojnë zyrtar të lartë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. 2 drejtoresha në këtë ministri, Eriola Muka dhe Irena Malolli, rezultojnë të lidhura në mënyrë indirekte me biznesmenin Besnik Leskaj. Ky fundit ka interesa në kompani që kanë përfituar kontrata apo koncesione në sektor që firmosen, monitorohen ose varen nga kjo ministri. Lidhja është problematike sepse Eriola Muka dhe Irena Malolli ka qenë antare në shoqërinë publike Hekurudha Shqiptare SHA, si përfaqësuese të Ministrisë së Infrastrukturës. Ndërkohë, familjet e tyre rezultojnë të lidhur me kompaninë Apkons dhe Ikons të Leskaj, ndërsa vëllezërit Leskaj kanë interesa në koncesionin hekurudhor Fier Ballç dhe Fier Vlorë. Eriola Muka, prej gati 4 vitesh, drejtoreshe përgjithshme politikave dhe zhvillimit të infrastrukturës dhe territorit në Ministrinë e Infrastrukturës, ka qenë më herët administratore e Alpetrol SHA, po në varësi të kësaj ministrie, bashkëshorti i saj, Redion Bipa, rezulton administrator i Apknox SHPK, kompani në pronësi të Blesit Investment të Besnik Leskajt dhe Redian Bashës. Nga ana tjetër, Irena Malolli, drejtoresha e politikave dhe strategjive të zhvillimit të telekomunikacionit dhe postave, është bashkëshortja e Sokol Malollit. Ky fundit ka qenë i punësuar pranë Apknox dhe më pas drejtor pranë Ikons, kompani ku Besnik Leskaj rezulton aksioner kryesor, ndërsa 25% e aksioneve zotërohen nga Josip Gjani. Por problemet nuk ndalen te hekurudha vetëm pasi në epiqendër është edhe energjia diellore. 2 parqet fotovoltaike të vëllezërve Leskaj në Seman, kompani të vëllezërve Leskaj në Fier, janë gjithashtu projekte të lidhura me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Edhe për këto kontrata, sipas auditit, janë konstatuar problematika në zbatim dhe dokumentacion, duke ngritur dyshime për favorizim institucional. Në mars të vitit 2023, fonti i Green of the Grow, i mbështetur nga Banka Europiane për Zhvillim dhe Rindërtim, Bashkimi Europian dhe Banka Gjermane KfW, miratoi një huaj prej 28 milion eurosh në ndërtimin e funksionimit dhe termocentrali diellor SPV Bluan në Fier, duke financuar 75% të projektit. Pak muaj më pas, enti rregullatori i energjisë miratoi kalimin e pasurive të paluajtshme të SPV Bluan në favor të këtij fondi. Në Seman të Fierit, të vëllezërve Leskaj kanë përfituar sipërfaqe të mëdha toke për projektet energjetike. Një tjetër element rëndues është fakti se Besnik Leskaj është bashkëshorti e Ledia Totajt, e cila deri në nëntor të vitit 2023 për gati 7 vite ka qenë drejtuese e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit. Kjo lidhje bën Leskajn person të lidhur me një zyrtar të lartë
dhe subjekt kontrolli nga ILD-KPKI nga informacionet e siguruara nga Media 60. Leskaj ka deklaruar vetëm në vitin 2017 themelimin e degës së kompanisë Icons Global Limited në Angli, por në vijim nuk rezulton të ketë deklaruar të ardhurat, shpenzimet apo lëvizjet e aksioneve që lidhen me këtë kompani. Mëtej, dokumentat tregojnë se besnik Leskaj rezulton aksioner në kompaninë angleze përmes një strukture të krijuar në Maltë të vitit 2018. Edhe kjo kompani që zotron interesa në shoqëri në Angli nuk rezulton të jetë deklaruar në ILD-KPKI. Nga dokumentet zyrtare, kompania malteze lidhet me Blessed Investment Limited, e cila ka si pronar fundor kompaninë shqiptare Blessed Investment ShPK. Kjo kompani është aksioner në projektet fotovoltaike, në Icons dhe Alpcons, kompani që ka përfituar fonde edhe nga autoriteti rrugor shqiptar. Pra, në të njëjtën tablo dalin bashkë kompani të padeklaruara jashtë vendit, lidhje familjare dhe zyrtar të lartë, përfaqësues të Ministrisë në Ndërmarrje Publike, koncencione hekurudhore, projekte energjetike dhe kontrata me institucione shtetërore. Në mars të vitit 2021, Icons ShPK së bashku me kompaninë italiane BGP Management Consulting SpA përfitoi nga kesh një tender me vlerë rreth 1 milion euro për implementimin e aplikimeve ERP, modulin financiar dhe atë të burimeve njerëzore. Edhe kjo garë u shoqërua me pikë pyetje, pasi të gjithë konkurrentët e tjerë u skualifikuan dhe fitues u shpall konsorciumi italiano-shqiptar. Ankesat e kompanive u refuzuan nga administratori i keshit Besian Kadiu. Në fund pikë pyetja nuk është vetëm si vëllezërit Leskaj kanë arritur të përfitojnë koncencione, projekte energjetike, financime ndërkombëtare dhe kontrata publike. Pyetja është pas mos deklarimeve të dokumentuara, lidhjet me zyrtar të lartë dhe problematikave të konstatuara nga KLSH, ata nuk rezultojnë publikisht në nënhetim nga SpA, në dallim nga biznesmenët e tjerë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.